shikon goca që edhe pse janë në muajin e 9 shtazanis ngrin pesha për shembull. Unë kam një lloj skepticizmi krahas kësaj, domethënë kur e shikoj, sepse më duket pak një rrezik kot pse duhet ta marrësh them. Shikoni, unë vetë kam menduar shumë shpesh këtë gjë. Nga njëra anë ndjej një admirim shumë të madh për gratë që stërviten gjatë shtatzanisë. Por nga ana tjetër kam edhe atë frikën se ndonjëherë mesazhet që jepen nëpërmjet rrjeteve sociale keq kuptohen. Patjetër, kush është marrë me stërvitje nuk ka pse ta lër, dhe stërvitja gjatë shtatzanisë bën mirë, por gjithmonë rekomandohet që të bëhet me një personal, me një person që të jetë afër dhe të rekomandojë gjërat që duhet bësh, sepse un kam lexuar shumë dhe jo çdo lëvizje bëhet gjatë periudhës që je shtatzan.